Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin ton Solea Family. Unë jam Armela. Unë jam Esidi. Më në fund sot do të kemi një vlog shumë të kërkuar prej jush, sepse më kanë shkruar shumë vajza këtu në YouTube, gjithashtu edhe në Instagram. Shpresoj që kjo video t'i vlej dikujt që ka në plan të vi në një të ardhme, ose dikujt që sa po ka ardhur, ose dikujt që do vi shumë shpejt, ka prerë biletën dhe po pret që të niset për në Gjermani. Unë doja të shtoja që ajo që ne do të tregojmë sot është e gjitha nga përvoja jonë personale, është e gjitha e vërtet, edhe ne do ju themi disa gjëra që askush nuk ja thot, ndojmë se duhet i besoni sepse janë të kaluara nga ne, dhe kush më mirë se sa ne, me familje do më thënë që kemi qenë, edhe me fëmijë të vogël, 2 vjeç që i kemi kaluar mbi kurriz të gjitha vështirësitë e fillimit. Ne kemi bërë një video të tillë ku kemi treguar se si kemi ardhur në Gjermani, edhe aty kemi bërë një farë prezantimi se kush jemi ne të dy, edhe gjithë eksperiencia jonë. Kush nuk e ka parë ende videon, e keni në kanalin ton, se si erdhëm në Gjermani dhe si realizuam në bashkimin ton familjar për një periudhë shumë të shkurtër kohore, për vetëm 2 ditë, ne morëm Esidi mori vizën, edhe erdhi në Gjermani. Ndërsa sot do flasim më në detaje rreth vështirësive, çfarë ndodhi pasi erdha unë këtu në Gjermani, pasi erdhi Esidi pas bashkimit familjar, çfarë ndodhi më pas, si shkoi e gjithë rrjedha jonë e jetesës tonë këtu në Gjermani. Në fakt, ne nuk kemi shumë vite që jetojmë, kemi vetëm 3 vite, por mund të themi që nuk janë as shumë pak dhe as shumë, por është një mesatare e mjaftueshme, 3 vite, mendoj se është një mesatare mjaftueshme për të dhënë mendimet rreth vështirësive të para edhe jetesës këtu në Gjermani, e cila duhet thënë ka anët e saj pozitive edhe negative dhe ne do t'ju tregoj më në detaje. Janë shumë gjëra në fakt që dua të tregoj edhe mbase do harroj edhe shumë gjëra pa i cilësuar, por do mundohem dhe do ta nis të gjithë historinë që nga momenti që unë erdha këtu në Gjermani, unë kam ardhur e para dhe Esidi ka ardhur me bashkim familjar. Ne kemi ardhur me punësimin 26. Mund të them që kjo ishte edhe gjëja më e mirë që ka ndodhur në atë kohë, sepse do ju tregoj historinë se si ka vazhduar e gjithë gjëja. Tani, do fillojmë nga dita e parë kur unë erdha në Gjermani. Si erdha deri këtu, kush më solli mua deri këtu, sepse nuk isha ardhur asnjëherë në Gjermani, nuk e dija se si funksiononte transporti këtu, se si mund të vija unë nga aeroporti deri në Konstancë. Nuk e kisha iden fare. Këto gjëra i diskutuam që në Shqipëri. Për mua ishte edhe pak e vështirë, me thënë të drejtën, emocionalisht, sepse po lija mbrapa vajzën edhe Esidin. Nuk ishte gjë shumë e lehtë që unë sa të vija këtu edhe t'i përballoja të gjitha, edhe të merja trenin, të merja autobusin, nuk e mbaj mend a kisha internet në telefon atë ditë apo jo kur kam ardhur këtu, se është e rëndësishme të paktën të keni internet, qëse këtu afër Konstancës, jo shumë larg prej këtij qyteti, jetonin 2 kushërinjtë e mi. 2 kushërinjtë e Esidit, edhe Esidi kontaktoi ata dhe të cilët i përshëndesim. I përshëndesim dhe jemi mirënjohës shumë. Po, Dido dhe Klevisi. Didon edhe Klevisin e përshëndesim, edhe jemi mirënjohës shumë sepse ata kanë qenë personat e parë që më morën mua nga aeroporti edhe më sollën në Konstancë. Edhe jam shumë falendëruese dhe i përshëndes, edhe nuk e harroj këtë moment sepse ka qenë shumë e vështirë ajo ditë për mua. Atëherë kush ka persona afër që mund t'i ndihmoj, qoftë për t'i marrë dhe për t'i çuar në qytetin ku ata do të vazhdojnë jetesën më vonë, ose nëse këta persona jetojnë aty dhe ju shkoni tek këta persona, atëherë është më e thjeshtë për ju, por nëse ju shkoni në një qytet që nuk keni asnjë person atje, detyrimisht është më e vështirë situata. Pra ditën e parë 2 kushërinjtë e Esidit më sollën në Konstancë. Të ditë unë kisha takim me punëdhënësin. Nga aty
shkua më pas tek banesa ku do jetoja. Unë nuk dija asnjë gjë, domethënë isha, se po e përmend shumë shpesh, po ishte atë ditë kam qenë me të vërtet shumë jo mirë nga gjendja emocionale, sepse kisha gjithkohës mendjen tek Solea. Solea sapo kishte bërë 2 vjeç, e unë pas 2 viteve që po kujdesesha për Solean ditë e natë, u shkëputa komplet nga Solea, nga Shqipëria erdha në Gjermani dhe nuk isha më pranë saj edhe nuk do kisha më kontakt, edhe siç mund ta imagjinoni, ishte shumë e vështirë për mua. Ndërkohë që unë po mundohem të tregoj pjesën e integrimit këtu në Gjermani, edhe Ensidi pastaj ishte i vetëm me vajzën, nuk e di nëse ti Ensi tani ke diçka për të shtuar, sepse ka edhe shumë familje në situata të tilla si ne, ose mund të gjende në një të ardhme në një situatë të tillë. Për ty çfarë ka qenë e vështirë në këtë periudhë? Si u gjende ti përballë këtij fakti që ishe tani i vetëm pa mua, edhe vetëm me vajzën? Gjërat ndodhen aty si me magji dhe s'u kuptua fare, domethënë, po mora një përgjegjësi për gocën që do kujdesesha dhe ajo ndodhi kështu në formë automatike. Duhet ta them që kisha edhe ndihmë se i kam prindrit ngjitur domethënë tek një pallat, edhe mami më ndihmonte dhe kështu, po përgjegjësinë kryesore e kisha unë me gocën. Goca ishte e vogël, ishte shumë e lidhur me mua dhe është akoma. Edhe domethënë duhet të them që gjërat ndodhen në një mënyrë kështu automatike, domethënë filloi të bëj një rutinë, edhe u përshtata edhe e kam ndjekur domethënë shumë strikt edhe rutinën dhe çdo gjë domethënë. Për pjesën e baballarëve flasun tash. Nëse ndodhen në situatën tonë që ikën bashortja përpara, domethënë me termine, nëse vazhdojnë akoma apo në ndonjë mënyrë tjetër, nuk e di. Baballarët mos të ndihen fare në siklet, domethënë të marrin përgjegjësitë për fëmijët dhe ta shijojnë, sepse për mua më ka ngel në kujtesë edhe ka qenë, edhe kam shijuar shumë domethënë pjesën me Solean, por që nuk duhet stresohen fare, të jenë të lumtur, ndjekin rutinën me fëmijën, edhe çdo gjë shkon për mrekulli pastaj domethënë. Pastaj ne na ndihmoi Zoti që u bashkuam shpejt. Edhe kjo duhet të thënë se kemi raste që i dim, që i kemi dëgjuar që kanë pritur me shumë vite, me 3 vite, 5 vjet ose edhe më shumë. Ne u bashkuam po ta marrim të përgjithshme për rreth 6 muaj apo për 5 muaj. Për 5 muaj, Kështu që koha ikën shumë shpejt. Solea këtu në Gjermani ka rreth 2 vjeçe, sot është 5 vjeçe. Edhe për atë periudhë ka qenë shumë e bukur. Normal, ka pas dhe vështirësitë e veta, se ishte bebi vogël 2 vjeç, por që unë e kam pas, si të them, të stakuar në tru që isha i fokusuar vetëm te Solea dhe asgjë tjetër, domethënë. Edhe punën e lash, unë kam punuar në policinë e shtetit shqiptar, domethënë në atë periudhë, e lash më përpara, që kur doli ty termini mos e bëj. Edhe fillova po trajnohesha për Solean pastaj, për oraret për gjitha. Po dhe unë në atë kohë mësoja si ditë oraret, edhe ushqime se çfarë unë i jepja, edhe gjitha në detaje, ja lash. Edhe unë si punonjës policie që isha, jam mësuar të zbatoja urdhrat, kështu që po, dhe i bëri çdo gjë, sepse është shumë e rëndësishme. Nga ana tjetër, unë që isha këtej, edhe të dëgjoja Ensidin kur flisja ose Solean, që thoshte që çdo gjë është shumë mirë, edhe Solea po shkon shumë mirë. Po, Solea ka qenë shumë mirë, ka ngrënë shumë mirë. Është e lumtur, ka ngrënë, nuk është smurur. Edhe unë nga ana tjetër këtej isha dhe vazhdoja përpara të arrija gjërat që doja dhe ti merrja ta me bashkim familjar. Edhe doja të shtoja që edhe për pjesën e Soleas apo për pjesën e marrëdhënieve prind fëmijë i vogël, për ne ishte shumë e rëndësishme dhe kujdesi, dhe ne të dy domethënë me profesion jemi sociolog, pavarësisht se ose kemi studiuar sociologji, si mund ta them, edhe jemi edhe të apasionuar shumë, po edhe ishte shumë e rëndësishme që shëndeti mendor i të gjithëve, edhe emocional ose ruajtja e balancave sociale, e raporteve sociale në familje dhe në çdo gjë tjetër ishte dhe është shumë e rëndësishme. Edhe duke pasur informacionet e duhura, mendojmë, ja kemi dalë më së miri, domethënë, edhe duke qenë të veçuar,
me shkëputjen që bëre ti që erdhi në Gjermani dhe unë që ndeta me gocën. Ka funksionuar edhe unë kam qenë shumë e lumtur edhe çdo gjë kam qenë edhe e qetë, siç e tha edhe Ensidi, edhe çdo gjë pastaj rodhi vetë deri në pikën që ne jemi sot këtu. Por unë tani dua të ndalem dhe të vazhdoj më tej rreth jetës time në Gjermani. Siç e tham, unë kam jetuar këtu 5 muaj vetëm, pa Ensidin edhe pa Solean. Edhe çfarë ndodhi gjatë këtyre 5 muajve, unë si një mama e vetme, edhe Ensidi me Solean në Shqipëri vetëm. Çfarë ndodhi? Unë kur erdha, fillova punën, kisha në mendje shumë pikpyetje, si të gjithë domethënë, asnjëri nuk e di se çfarë ndodh pasi vjen këtu, me çfarë realisht do përballesh, sepse kur je në Shqipëri, ti për shembull bën një kontratë për X profesion edhe ti shkon atje dhe mendon se gjërat do jenë siç i ke ti në kokën tënde, por nuk janë realisht ashtu. Këtu janë gjërat shumë ndryshe se sa në Shqipëri. Edhe unë kisha gjithkohës pikpyetje, a do funksionoj kjo gjë, për shembull në muajin e parë, a do marr unë rrogën në fund, se sa rrogën do marr, frika e orarit të punës, për mos të shkuar me vonesë në punë, sepse këtu ka rregulla më strikte për të dalë nga orari i punës në kohë të caktuar, sepse këtu funksionojnë gjërat ndryshe. Çfarë kisha dëgjuar edhe se me çfarë u përballa në realitet. Por me thënë të drejtën, në përgjithësi, unë jam shumë falënderuese Zotit edhe jam shumë e lumtur që gjërat kanë ardhur kështu siç kanë ardhur, edhe që unë erdha këtu në Gjermani, nuk dua t'i ndryshoj asnjë gjë të gjithë eksperiencës, sepse në përgjithësi çdo gjë më ka shkuar shumë mirë, madje mendoj edhe më mirë se çfarë unë e kisha planifikuar këtë gjë në Shqipëri. Ajo që është shumë e rëndësishme dhe që duhet përmendur, siç e thash, është pjesa e gjuhës gjermane. Ne në Shqipëri e kishim filluar kursin, deri në A2 edhe pastaj kur më doli mua termini, ne ishim tek libri i dytë i A2 dhe e kemi bërë me shumë nxitime atë librin, e mbyllëm domethënë kështu shpejt e shpejt sepse unë do ikja. Gjithsesi mua viza më zgjati 5 muaj kam pritur në Shqipëri derisa erdha këtu në Gjermani. Drejt përfundimit të vizës kam ardhur këtu, por që një këshill për të gjithë ata që do vinë në Gjermani ose kanë plan të vinë. Mundohuni të mësoni sa më shumë të jetë e mundur gjuhën gjermane. Të paktën, të keni një ide të gjuhës, të bëni nivele, ose t'i përsërisni nivelet kush e ka të vështirë, ose të mundoheni të mësoni vetë në mënyrë autodidakte, sepse gjuha është gjëja më e rëndësishme që do ju duhet kur të vini në Gjermani. E para gjë, dhe mund të them gjëja më e rëndësishme është vetëm gjuha. Mësoni gjuhën gjermane në mënyrë që kur të vini këtu, sadopak të dini edhe të përballoni situatat, nga situata më e vogël të blesh diçka në një supermarket deri tek terminet e ndryshme që ti do kesh nevojë gjatë gjithë jetesës këtu. Unë doja të thoja gjua, po është shumë rëndësishme që ndronë, po edhe të informohen, të lexojnë sa më shumë si funksionon këtu, edhe diçka tjetër që askush nuk ju a thot, agjensitë Tiranë, jo, nuk ka shans, domethënë, po kush është duke ardhur, nëse funksionon akoma punësimi i thjeshtë sipas Nenit 26, apo dikush që nuk ka një profesion, doja të thoja, do bëj shumë mirë që nëse është në Tiranë apo kudo qoftë në Shqipëri, gjatë kohës që përgatiten gjërat për të ardhur nga Shqipëria për në Gjermani, të mësoni një profesion ose një zanat, edhe kjo do jetë gjëja më e mirë. Okej, këtu njihen vetëm shkollat janë mbi 2 vjet e sipër, po mësoni një zanat që nesër pas nesër kur të vini këtu, kur të shkoni te një punëdhënës për të kërkuar punë, do t'i thuash që unë di ta bëj këtë gjë, ai do të provojë dhe ti di vërtet. Di të bësh elektricistin, di të bësh hidraulikun, di të bësh berberin, pra mësoni një zanat. Pastaj pjesa tjetër, nëse keni diploma të shkollës lartë që janë bachelor, që është 3 vjet,
i fusni domethënë për njohje sepse do ju duhen e jetë ardhme. Po, fal faktit që unë dija të komunikoja gjuhë, mu dha mundësia që fillimet e mia unë të punoja në recepcion në hotel, edhe mund të them që kjo ishte ndihmes shumë e madhe për mua, dhe kjo periudhë mund të them që ka zgjatur rreth 2 vite, edhe gjatë kësaj periudhe unë kam mësuar shumë, kam përmirësuar gjuhën, kam arritur të kem kontakt me shumë njerëz të ndryshëm, kam thyer atë akullin edhe frikën e komunikimit me të huajt, me gjermanët apo me të huajt nga e gjithë bota, sepse në hotel vinë turistë nga e gjithë bota. Gjatë kësaj kohe, unë në fakt jo vetëm arrita të përmirësoja gjuhën, por arrita edhe të integrohesha, mund të them deri dikush mirë me jetën sociale këtu. Fakti që punoja në recepcion, aty jo vetëm që po filloja të flisja gjuhën gjermane, ta praktikoja çdo ditë, por ne kishim punë edhe me email, aty shkruaja çdo ditë email, për shembull rezervime, gjëra të ndryshme, kthime përgjigjesh e kështu. Edhe kjo të ndihmon shumë që ti të përmirësosh gjuhën, edhe t'ja kesh idenë gjërave, edhe si funksionojnë gjërat në përzyra, kur shkon diku, ose kur ti do të shkruash një email, një zyre, një email formal, edhe ti ja ke idenë se si i shkruhet një email, sepse këtu gjërat funksionojnë me email, këtu gjërat funksionojnë me rezervime. Tu nuk mund të shkosh diku edhe të shkosh të trokasësh dhe të hysh edhe të mbarosh puna atë ditë që ti shkon. Është burokracia që nuk të lejon që ti, siç jemi ne mësuar në Shqipëri, sidomos se sidit paktën, e ka pas shumë të vështirë këtë gjë. Unë e kam pasur të vështirë dhe e kam akoma, nuk e di pse domethënë, por që mendoj është, si mund ta them, smundje profesionale, se duke punuar në policinë shqiptare për rreth, mund ta them, 10 vjet, isha mësuar me një tjetër lloj stili pune, stili jetese, me një tjetër lloj disipline, me tjetër lloj mënyre të zgjidhjes së gjërave. Edhe kush vjen në fillim këtu, shumë gjëra si funksionojnë do i duken të pakuptimta, do i duken kot, por që mos harrojmë që ky shtet ka që kur është krijuar që kështu funksionon, domethënë, edhe po. Edhe këtë nuk e ç'bëjmë dot neve, nëse të pëlqen, okay, nëse s'pëlqen, atëherë ose do përshtatesh, ose do e logjikosh, do arsitosh me veten tënde. Edhe ne na pëlqen këtu sepse dy gjërat më të rëndësishme për një familje janë këtu që funksionojnë sipas mendimit tim, është sistemi shëndetësor edhe ligji. Këtu funksionon ligji edhe zbatohet ligji. Tani normalisht edhe korrupsion mund të ketë, nuk mund ta themi atë, domethënë nuk mund ta shprehim dot, po funksionon ligji, funksionon e drejta, kufiri i veprimeve dhe i mosveprimeve tua. Kurse në Shqipëri, ne duam Shqipërinë na merr malli, unë e kam vështirë ta shpreh se kam bërë një lloj pune që kush më shef dhe nga kolegët e di shumë mirë situatat që kemi kaluar dhe së bashku, funksionojnë gjërat në një lloj mënyre tjetër. Me keqardhje, po është akoma pjesa e mikut e njohjes se për disa gjëra elementare, siç janë shërbimi shëndetësor apo kësaj periudhe që ishte goxha, mund të themi, gjatë, jo e shkurtër, unë arrita të mësoja shumë gjëra, të integrohesha, edhe kështu e kisha më të thjesht për t'u përshtatur, për të vazhduar përpara me të gjithë gjërat që ndodhin këtu në përditshmëri dhe me integrimin e jetës këtu në Gjermani. Pra është shumë e rëndësishme në fakt gjuha, edhe puna gjithashtu që ti bën është shumë e rëndësishme sepse të ndihmon, por gjithsesi do thoja që secili të ndjeki atë intuitën e vet, se çfarë i thot mendja edhe shpirti, atëherë të shkoj drejt asaj, sepse këtë gjë bëra edhe unë, edhe më rezultoi në fund pastaj gjithçka shumë mirë. Pjesë shumë e rëndësishme tu cekur është edhe pjesa e takimeve, termineve që i thon këta.
këtu në Gjermani, çfarë ndodh kur ti shkon në një termin në zyrën e emigracionit ose kur shkon tek mjeku, se si funksionojnë gjërat këtu. Për shembull, unë dua të them që për sa i përket termineve, nuk kam patur ndonjë eksperiencë të keqe, jo vetëm termineve, por edhe pjesës raporteve që kam patur me personat zyrtar, kur kam qenë në një termin, kanë qenë, mund të them, shumë të mira. Nuk e di, a ka qenë pjesa e komunikimit se si unë kam komunikuar me ata ose energjia që më përcjell atyre, nuk e di, por eksperienca ime deri tani ka qenë shumë e mirë, edhe çfarë kam dashur e kam marrë në fakt, nuk është se më është refuzuar ndonjëherë në një kërkesë që kam bërë ose nuk kam marrë ndonjëherë përgjigje, kam marrë gjithmonë përgjigje, nuk kam pasur ndonjëherë ndonjë të themi mbyllje dere ose nuk e kam ndier pjesën e racizmit ose diskriminimit kur kam shkuar në zyrat administrative dhe më është dashur të bëj diçka këtu në zyrat në Konstancë, flas gjithmonë. Edhe përsa i përket gjuhës, kam folur gjithmonë gjermanisht, aq sa kam ditur, kam folur vetëm gjermanisht, anglisht nuk kam folur asnjëherë, nuk e di, edhe fakti që jam përqendruar gjithmonë tek pjesa e gjuhës gjermane, të mësoj sa më shumë fjalë të reja edhe nuk e kam menduar asnjëherë që do shkoj atje dhe do flas anglisht, jo. Aq sa kam ditur, e kam thënë gjermanisht edhe mbas edhe kjo më ka ndihmuar pastaj më vonë që edhe unë të përmirësoj gjuhën gjermane. Gjithsesi këtu kur shkon në zyra edhe kur ke përballë persona që janë të rinj, gjithmonë ta ofrojnë edhe mundësinë që ti të flasësh anglisht nëse nuk di gjermanisht. Ndërsa kur shkon në një termin edhe përballë teje ke persona që janë pak më në moshë, harroje që mund të flasësh anglisht me ata personat, është e pamundur, nuk din anglisht fare, vetëm gjermanisht, edhe nëse ti mundohesh të flasësh anglisht, atëherë do të kthehen që këtu je në Gjermani edhe të lutem fol gjermanisht. Kështu që gjithsesi mos u ndikoni nga kjo gjë dhe të demoralizoheni që unë nuk di gjermanisht tani edhe kjo mu kthye mua dhe më foli në këtë mënyrë. Merreni si një anë pozitive tuaja, sepse realisht kjo do t'ju ndihmoj shumë, sepse qëllimi juaj është që ju të mësoni gjermanisht dhe të flisni gjermanisht, pse jo? Përderisa jeni këtu dhe doni të jetoni në Gjermani, atëherë nuk ka pse të përqendroheni te anglishtja, edhe kur shkoni atje pastaj s'ka gjë se unë do ta them anglisht. Më mirë kështu edhe më mirë ndonjëherë kur të dalin këta persona, sepse këto vlen për mirë për ty, për në të ardhmen. Kjo për sa i përket gjuhës edhe institucioneve këtu në Gjermani. Terminet zgjasin, nuk është e lehtë të lesh një termin. Do edhe unë thoya diçka në lidhje me këtë pjesën e zyrave shtetërore ku ka për të shkuar një emigrant i ri domethënë në Gjermani. Mua më ka bërë përshtypje që të gjithë punonësit flasin gjermanisht sikur të gjithë jemi gjerman, po flasin shpejt. Edhe dikush unë njoh edhe raste domethënë që e ka pak ankthi ose mërzitet ose dihet i ndrojtur, bie poshtë nga morali, edhe thotë unë s'mund ta mësoj kurrë, po ata thjesht e kanë në një formë robotike, në një mënyrë, si ta them, burokratike në mënyrën e shprehur, nuk është turp, doja të thoja që ti kërkoni që ditën e dytë kur të shkelni këtu, që të lutem pak më ngadalë, okay, thot pastaj. Dhe është shumë e rëndësishme si shtahenësisë, sepse nëse dikush përballë teje po të komunikon diçka shumë të rëndësishme, edhe ti nuk e ke kuptuar dhe thua po, thjesht nga ndrojtja dhe nga turpi përballë personit, mund të jetë një komunikim i rëndësishëm edhe ti s'ke kuptuar asnjë gjë dhe në fund pastaj mund të vi një gjop, mund të digjen dokumentat e tua, mund të humbasësh punën, nuk e di, kjo është shumë e rëndësishme. Një nga vështirësitë më të mëdha është edhe gjetja e banesës këtu në Gjermani. Kjo është, mund të them, e kam thënë edhe tek video e fundit, është gjëja më e vështirë që has një emigrant, një person që vendos të vi dhe të jetojë në Gjermani, është gjetja e banesës. Është shumë tmerrsisht shumë e vështirë, mund të them ndonjëherë që është edhe e pamundur, këtë ne e kemi kaluar vetë në... Edhe këtu në Konstancë është 10 herë më shumë e vështirë se sa
nuk e di pak a shumë kudo. Pra, për sa i përket banesës, doja të thoja që kur kam ardhur këtu në Gjermani, siç u bë kontrata e punës, punëdhënësi ku kam punuar të ofronte edhe strehimin. Edhe unë kam jetuar në fillimet e mia këtu, kam jetuar në banesë me disa vajza të tjera. Pas kur arriti momenti që unë mund ta merrja ensidin, në këtë banesë, nuk e di zoti është shumë i madh, të gjitha vajzat që unë jetoja, u larguan, nuk ishte më asnjëra prej tyre. Edhe unë aty tek ajo banesa ngela vetëm, fal këtij momenti qelloi pikërisht edhe në kohën e duhur, kur unë do e bëja edhe letrat e ensidit, edhe në ato momente u bë e mundur marrja e ensidit edhe soles, sepse unë isha vetëm në atë shtëpi edhe atje neve mund të jetonim të tre. Por kjo gjë nuk zgjati shumë, sepse kur vjen për të punuar edhe jeton tek banesa të tilla, atëherë ti duhet të lirosh të banesa, sepse nuk mund të rish aty përgjithmonë. Gjithkohës unë isha në kërkim të një banese, por ishte shumë e vështirë, në atë kohë pothuajse e pamundur, por që kjo ka qenë periudha më e vështirë sepse unë mora edhe lajmërimin që duhet largohesha nga banesa edhe përderisa më erdhi lajmërimi nuk mund të qëndroja më aty. E kishin vetëm 1 muaj afat. Edhe kishim siç e thënë si kishin vetëm 1 muaj afat që duhet të gjenin banesën, por Zoti është si gjithmonë i madh. Na e solli një banesë të vogël, neve u shpërngulëm nga kjo banesa këtu ku ishim gjatë kësaj periudhe unë kam bërë pagesa online të aplikacioneve të ndryshme për të gjetur banesa. Të gjitha nuk kanë funksionuar, të paktën për mua. Kam pasur termine për të parë banesat. Kemi parë shumë banesa apo jo? Kemi parë, po nga 30-40 vetën takim për të parë banesa. Në takim edhe ishte domethënë gjëja më e absurde që kam parë ndonjëherë 30-40, nuk e di se sa shansa mund të ketë një emigrant me 5 muaj për të marrë një banesë, ndërkohë që ka 40 veta të tjerë, mund të jenë dhe gjermanë që i preferojnë. Sigurisht, shumë e vështirë edhe radha, nuk e kishim idenë domethënë se si funksionon pjesa e banesave, nuk thjesht me dëgjuar. Edhe radha ishte domethënë do prisje nga jashtë te derat e korridorit, te hyrja dhe rreshtoheshin të gjithë personat deri tek personi i parë që hynte, njëri hynte, tjetri dilte. Sigur po shkohet te hoxha, jo për. Po shkohet te hoxha fiks, ne jemi habitur fare, domethënë ka qenë një skandal i vërtet, te 1 ose 2 banesa ka qenë kështu, kjo pritje ka qenë madhe, te 2 banesa. Jemi, nuk e di, ka qenë tuma ka shpifur fare pastaj, edhe kemi qenë shumë të demoralizuar gjatë kësaj periudhe. Po, tani dalim tek pika tjetër që kështu funksionon pjesa e. Po. Domethënë, kjo është pjesa e absurdit që ne duhet ta pranojmë. Që mos ta marrin edhe njerëzit që na shikojnë, mos ta marrin si bum. Por që për fat në atë kohë e gjetëm një banesë. E kemi parë atë banesën, nuk ishte shumë e madhe, ishte e vogël, por që kushtonte jashtë mase shumë, nuk kishim zgjidhje tjetër, e morëm atë banesën. Gjatë asaj periudhe dua ta them këtë, kujdes se ku klikoni, se çfarë shtypni, dhe jo çdo njoftim që del aty është i vërtet, sepse gjatë asaj periudhe neve i ka dalë ensidit, i ka ardhur një mesazh, nuk e di, të një nga këto aplikacionet, një person që thoshte unë të ofroj një banesë në Konstancë me numër telefoni, edhe unë kam folur me atë personin. Ishte e gjitha e rrem, ishte e gjitha e trilluar, nuk e di se për çfarë bëhej gjithë kjo, rrjeti këtyre gjërave se si funksionon këtu nuk e di. Mashtrimet pastaj. Mashtrime, edhe për fat të mirë nuk vazhdua më tej, nuk e di, e ndërprem aty sepse po arrim në një pikë të bisedës që na u duk shumë e dyshim dhe pa logjikshme, edhe e ndërprem komplet pastaj atë, edhe shqyr domethënë që nuk bëm gjë sepse në ato momente edhe mund të ishim mashtruar, mund të kishim paguar kaucioni që është këtu në Gjermani, që për të marrë një banesë ti do paguash një kaucion më përpara, që nuk është edhe i pakt si kaucion, si pagesë. Por që shpëtuam domethënë nga kjo gjë, një tmerr i vërtet dhe gjetja e kopshtë. Kemi bërë aplikimin online, kjo zgjat edhe kur të kontaktojnë vetë institucionet e caktuara,
kemi shkuar në këto institucione, kemi dorëzuar dokumenta, i kemi dhënë vërtetime që ne punojmë, duke interesuar edhe vetë në përkopshte, kemi pyetur, por që nuk arritëm dot gjë, derisa pastaj na kontaktuan vetë ata, ishte e pamundur. Fatmirësisht që ndodhi kjo gjë dhe nuk zgjati më shumë sepse kam dëgjuar edhe kam parë persona këtu që kanë pritur, fëmia është 5 vjeç dhe akoma nuk ka shkuar në kopësht, por që gjithsesi edhe kjo pjesë me shumë vështirësi kaloi. Pagesat këtu janë goxha të larta, të paktën aty ku shkon Solea është kopësht privat, Privat, po, është goxha i shtrenjtë. Është goxha i shtrenjtë, aty na kontaktuan, por nuk mund ta refuzoja sepse nuk kisha marrë asnjë përgjigje edhe nuk mund ta lija vajzën pa e çuar në kopësht. Edhe sigurisht që pranova, edhe Solea shkon në një orar, ka goxha orar të zgjatur të kopshtit, të rri gati deri në orën 4:30, 5 pa inqerek. Është shumë okay për neve në mënyrë që të punojmë të dy. Për sa i përket pjesës së pagesave, këtu do thoja edhe pjesën e pagesave të shtëpive që janë merrsisht shumë të larta, duhet të marrësh parasysh edhe këtë pjesë që duhet të bësh disa llogari që a ja vlen, sepse nëse ti paguan shumë qira, shumë taksa, shumë në kopsht i çertë e gjitha këto pastaj bëhet, mund të themi, edhe pak si shumë e vështirë jetesa këtu në Gjermani, por që kur je dy veta pastaj ndryshon pak situata, edhe fakti që ne tani faleminderit Zotit kemi shtëpi nga shteti. Ka lehtësuar edhe pak pjesën e pagesave, sepse më përpara kemi paguar shumë para për banesat këtu, edhe nuk kishim zgjidhje tjetër, domethënë se çfarë të bënim. Zgjidhja vetme ishte kjo e banesës ofruar nga shteti dhe fatmirësisht që erdhi. Gjë tjetër që dua të prek, që është shumë e rëndësishme, është edhe pjesa e gjetjes së punës këtu në Gjermani, se si mund të gjesh ti një punë këtu. Sa e vështirë është kjo gjë. Dhe siç e tha edhe Ensidi në fillim, kush ka mbaruar një shkollë profesionale duhet të jetë mbi 2 vite në Shqipëri të paktën, me sa di unë këtu njihet. Duhet i keni ato diplomat edhe t'i bëni të njohura që kur të vini këtu të hyni në punë, për të gjetur një punë edhe për të punuar në këtë që ti ke studiuar. Pra gjetja e vendit të punës mund të themi që nuk është shumë e vështirë, sepse nëse ti për shembull ke një profesion të caktuar, ke eksperiencën, e ke gjuhën, atëherë nuk ka institucion të aplikosh që nuk të kthejnë përgjigje, dhe këtë gjë ne kemi kaluar vetë, sepse kemi aplikuar në punë të ndryshme dhe gjithmonë kemi marrë përgjigje, na kanë kontaktuar mbrapsht, edhe për këtë gjë mos e keni frikën që, sepse unë e kam patur për shembull në fillim të pjesën që se çfarë do ndodhi kur unë lash punën e parë, si do ta gjej unë një punë tjetër, kur i kisha këto mendime që do kërkoja një punë tjetër, por që nuk është e pamundur, punë mund gjesh në internet, mund të shkruash email dikujt, mund të aplikosh online, ose mund të shkosh vetë atje fizikisht, mund të përgatisësh, thjesht të përgatisësh CV-n tënde, të sistemosh shumë mirë edhe shumë saktë. Pjesa e diplomave sigurisht që të ndihmon shumë, edhe pjesa e gjuhës, sa më të larta kesh nivelin e gjuhës, normalisht që ke edhe më shumë avantazhe për të punuar për një pozicion pune. Por që ta japin të gjithë mundësinë, kjo gjë është shumë e mirë, të paktën nga eksperienca jonë, kudo ku kam aplikuar, kam marrë përgjigje pozitive, më kanë ftuar për një intervistë pune, edhe më pas më kanë pranuar edhe për punë, dhe unë kam selektuar atë që kam dashur pastaj në fund. Nuk ka qenë e vështirë fare kjo pjesa. Kur erdhi Ensidi këtu në fillim ka qenë shumë e vështirë të punonte, sepse unë punoja në atë kohë me turne, edhe Ensidi duhet të kujdesesh për Solean, edhe sepse Solea ishte në shtëpi. Më pëlqen fakti që ke mundësi të punosh edhe mini job. Mini job është puna me kohë, me orar të shkurtuar, ku ti mund të punosh 40 orë në muaj, diçka e tillë, edhe ke një rrogë tek 500 ca euro, edhe kjo është një ndihmes, të themi, jo e keq. Ensidi ka punuar në atë kohë mini job, ka punuar edhe Teilzeit, ka punuar edhe me orar të pjesshëm, jo me orar të plotë, edhe
kjo ishte një zgjidhje për ne, kjo më pëlqen këtu në Gjermani, për shembull që ke mundësi që të gjesh një punë edhe me orar të shkurtuar. Të thoja edhe një gjë sepse siç e thash edhe në fillim, shumë gjëra mund t'i harroj apo jo. Pjesa e gjuhës e përmenda dhe dua ta përmend edhe këtë gjë që për shembull ne personalisht pas 3 viteve këtu shkuam për të rinovuar sepse na mbaruan letrat. Leja e qëndrimit. Leja e qëndrimit. Na skadoi leja e qëndrimit dhe shkuam për të rinovuar letrat, lejen e qëndrimit. E na u kërkuan disa dokumenta për të rinovuar lejen e qëndrimit. Një nga këto dokumentat ishte edhe niveli i gjuhës gjermane ose më saktë kursi i integrimit, dokumentat vërtetimi që ti ke ndjekur kursin e integrimit. Edhe kjo mua në fakt më ra si bombë sepse ne nuk ishim ndjekur, siç ju shpjegova, ensidi kujdese për vajzën, unë punoja me turne, turni i parë, turni i dytë, edhe kishim dëgjuar që nuk të duhet gjuha, mund të rinovosh letrat pa pasur nevojën e gjuhës. Mos i dëgjoni, do me thënë, mos hesni përpara vetëm me fjalë që keni dëgjuar diku edhe t'i merrni për bazë. Ne anashkaluam këtë pjesën e kursit. E anashkaluam komplet edhe ikëm me atë iden 3 vite këtu edhe nuk u morëm me këtë pjesë fare. Paktën të kishim bërë provimin, të kishim hyrë dhe të jepnin provimin dhe kjo ishte e mbaruar si çështje, por që me idenë që nuk na duhet gjuha për të rinovuar letrat dhe e kishim lënë shumë pasdore këtë gjë. Edhe pse të themi, unë isha e gatshme që ta bëja provimin edhe pa e bërë nivelin e gjuhës, sepse eksperienca e punës më kishte ndihmuar që të isha goxha mirë me nivelin e gjuhës, por që në ato momente unë nuk kisha as vërtetimin që kisha bërë kurs dhe as vërtetimin e nivelit të gjuhës, gjithashtu edhe ensidi. Kush ka mundësinë ta japi provimin mund ta japi edhe pa u regjistruar në kursin e integrimit, mjafton që të regjistrohet tek provimi edhe mund ta bëj provimin. Për shembull, unë këtë gjë kam nga eksperienca ime, unë provimin këtu e kam bërë pa e bërë kursin e integrimit, sigurisht mund desh letra e kursit e integrimit, e mora letrën e kursit, por e kisha të pamundur që të ndiqja kursin, sepse unë punoj me orar të plot, kujdesem për solean mbasdite, edhe nuk mund të jem dot 8 orë, 9 orë në punë edhe 4-5 orë në kurs, është e pamundur për shkak edhe të vajzës që është shumë e rëndësishme që duhet të jem edhe me Solea në shtëpi, nuk mund ta marr dot Solean me vete atje dhe të rri dhe Solea me mua në kurs 4-5 orë atje. Për fat të mirë më ka ndihmuar shumë edhe ajo drejtoresha e institucionit të kursit që është këtu në Konstancë, sepse ajo komunikoi me zyrën e migracionit edhe i tha që Armela ka një ori shumë të mira të gjuhës gjermane, është regjistruar, do ta bëj vetë provimin, është në marrëdhënie pune me orar të plotë edhe duhet të kujdeset edhe për vajzën, edhe për fat të mirë mua nuk më është kërkuar më pas asnjë lloj dokumenti për gjuhën, do ju paraqes dokumenti sigurisht kur ta më duhet për rinovimin e lejes më mbrapa. Ndërsa ensidit i duaj patjetër, do me thënë, të ndiqte kursin e integrimit. Po atë thash. Pastaj zgjidhje tjetër që mendoj që është më e zgjuar është ta mësoni dhe ta jepni provimin e benjishit që në Shqipëri. Kjo është edhe çështje për sa i përket gjuhës që është shumë e rëndësishme. Ne po flasim me eksperiencën tonë personale, ajo se çfarë ka ndodhur deri tani. Secili ka kaluar mbi kurriz, mbi supe eksperiencën e vet, vështirësitë e veta, në vite të ndryshme, në kohra të ndryshme, gjërat ndryshojnë, nuk janë një lloj, vendet dhe qytetet janë të ndryshme, nuk janë të njëjta. Uroj që edhe për ju të jetë sa më e lehtë dhe t'ju shkojë çdo gjë shumë mirë siç e keni menduar, madje edhe më mirë, nuk vjen sipas përvojës, duhet jetuar dhe atëherë mund të themi se si është në të vërtetë situata. Tu pak a shumë vlen edhe mendimi jon rreth jetesës tonë në Gjermani, deri tani e thash, nuk janë shumë vite, nuk janë edhe pak,
për të përshkruar edhe për të ndarë mendimin ton rreth jetesës edhe punës këtu në Gjermani, sidomos ne që jemi familjar atëherë. Mendoj që kjo është edhe më e vlefshme, sepse kur je familjar ke përgjegjësi më të mëdha mbi supe. Unë do të thoya që kohërat ndryshojnë, njerëzit ndryshojnë, situatat ndryshojnë, ligjet ndryshojnë, mendimet ndryshojnë, ndjesitë ndryshojnë, por që për pjesën e Gjermanisë, nëse je një person apo një familje që të pëlqen rregulli, ligji, sepse unë mendoj edhe në Shqipëri ne e duam shumë, aty jemi rritur dhe nuk na del kurrë nga zemra, po unë personalisht jam i mendimit që sistemi është problem në një shtet që nuk funksionon. Pra, nëse sistemet nuk funksionojnë, atëherë nuk funksionon shteti. Pra, sistemi do thotë sistemi shëndetësor, sistemi shkollor, duke nisur që nga kopshtet, sistemi i pranimit në një konkurs është shumë probleme tjera për mos t'i prekur nga afër, domethënë kush e kupton e kupton. Kurse këtu mendoj se sistemet funksionojnë. Ka burokraci, por funksionon. Pra, në përgjithësi, sepse jemi zgjatur besoj pak si shumë, kemi prekur vetëm ato pikat më kryesore, pikat më të mëdha dhe më kryesore, sepse jeta e përditshme ka shumë çështje të ndryshme, shumë situata të ndryshme që ndodhin, por që më të rëndësishmet janë këto që ne sapo i përmendëm, edhe për sa i përket jetesës tonë në Gjermani, a ja vlen apo jo. Unë jam një person që më pëlqen në fakt rregulli edhe disiplina. Fakti që këtu ka rregull edhe ka disiplinë, mund të them që edhe jam përshtatur me këtë gjë, sepse kështu mendoj që secili merr atë që i takon edhe ligjet funksionojnë edhe ka rregulla, atëherë unë mendoj që edhe shoqëria atëherë funksionon edhe më mirë. Kjo gjë është shumë e rëndësishme për mua. Shpresoj që çdo gjë të shkojë shumë mirë edhe në vazhdim. Gjëja më e rëndësishme është shëndeti. Nëse kemi shëndetin edhe këto gjërat e tjera pastaj vijnë edhe vetë nga mbrapa. Jetës asnjëherë nuk i dihet, por që deri tani unë do të them që eksperienca në përgjithësi është pozitive. Uroj që kjo gjë të jetë në vazhdim edhe për Solean, sepse qëllimi i gjithë migrimit, ardhjes drejtuar sakrificës të gjitha, kryesorja ka qenë Solea, unë e kam përmendur këtë edhe tek video jon. Video e parë ku kemi shpjeguar se si kemi ardhur këtu në Gjermani. Për shembull, unë e lidh këtë gjë edhe me pjesën e prindërve tanë. Dikur, për shembull, personalisht babai im dikur ka pas emigruar në Itali 2-3 herë dhe është kthyer sepse siç shkonin atëherë dikur të palishme dhe i kapnin ata që i kapnin i kthenin mbrapsht. Ashtu ka qenë dhe historia e babit tim. Për shembullin timin, edhe për shembull unë i kam thënë edhe i them akoma edhe i them po pse o bab se si ke dhe një herë sa mirë po unë po të kisha lindur atje ose po të isha rritur atje do isha shumë ndryshe, do isha më e lumtur, edhe them këtë gjë dhe i qëndroj akoma kësaj gjës. E krahasoj edhe me Solean edhe uroj që ajo të jetë e lumtur dhe kënaqur me vendimin që ne kemi bërë dhe besoj që do jetë kështu. Sepse unë këtë gjë e shikoj tek Solea, tek ecuria e saj, fëmijët sot janë shumë të zgjuar edhe i kuptojnë shumë gjërat. Shpresoj që gjithçka t'ia vlej në fund të fundit edhe uroj që të bëhet më e mira. Edhe unë doja të thoya që edhe lehtë për ne nuk ka qenë të ikim nga Shqipëria, se ne edhe shtëpinë e kemi tonë në Shqipëri, domethënë nuk kemi pas probleme qeraje ose kështu. Edhe për mua s'ka qenë lehtë ta lija profesionin tim, sepse e dashuroja faktikisht atë lloj profesioni, por që për duke qëndruar pozitiv, shpresojmë për arritje më të mëdha në vazhdim dhe për realizime ëndrash edhe çdo gjë tjetër. Gjithsesi, unë do thoja që secili, sepse çështja e emigrimit shumë gjëra për të diskutuar, nuk është thjesht që të thuash 2-3 gjëra dhe të mbyllet kjo, ka shumë komente, ka shumë gjëra nga mbrapa, por që
Duhet të ndiqni intuitën tuaj, zemrën tuaj dhe çfarë ju thot shpirti juaj dhe ajo le të bëhet pastaj më e mira. Nëse gjërat shkojnë okay, atëherë pse jo? Nëse jo, edhe kthimi në vendin e lindjes nuk është gabim, absolutisht nuk jam kundër kësaj gjëje. Pak rëndësi ka se çfarë thon njerëzit pastaj nga mbrapa, e rëndësishme është vetëm vendimi juaj, vetja juaj edhe zemra juaj. Nëse keni diçka që doni ta dini, nëse keni një koment, mund ta shkruani poshtë me shumë kënaqësi, do t'ua lexojmë, do ta komentojmë. Mos harroni të na bëni edhe follow në Instagram, ne kemi të njëjtin emër si në Instagram edhe në këtu në YouTube, Solea Family. Duam t'ju falenderojmë për kohën që na keni ndjekur. Ju ftojmë të bëni subscribe sepse është shumë e rëndësishme për ne. Po, na ndihmon shumë fort. Na ndihmon shumë që në vazhdim të kemi video sa më të bukura. Të shihemi sërish në vlogun e radhës. Ju përqafojmë dhe ju dërgojmë shumë dashuri. Mirupafshim.